Momentalisht opsioni më real është ai për arsye që janë bërë disa hapa nga komuna e Drenasit. Do të shoh opsionet. Momentalisht opsioni më real është ai për arsye që janë bërë disa hapa nga komuna e Drenasit. Shumica e qytetarëve tanë kur përmendet lokacioni në komunën e Drenasit mendojnë që është diku thellë në rajonin e Drenasit. Unë jam i lindur në i rritur në atë pjesë edhe e di mirë atë pjesë, mirë po do ta dinë që është administrativisht e gjeografikisht në komunën e Drenasit, por është shumë afër aeroportit tonë, është pika e fundit në mes të rajonit të Drenasit dhe Fushë Kosovës në pjesë, që është në rajon perfekt. Nuk po them me këtë se po loboj për atë rajon, për atë pjesë, mirë po unë jam bithari asaj që le ta bëjmë punën që të ndërtohet stadiumi e nuk ka më rëndësi shumë a do të jetë aty apo diku tjetër, sepse ekipet profesionale do ta thojnë punën e tyre.